Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Normalisht të burë se gjithë secili nuk e ka atë kamera specifike. Unë kisha mikun tim një episod përpara regjistrimi, bie 2 episode përpara se të dalë kjo, domethënë ishte një gjë kamerë, laptopi, ajo edhe kualiteti është. Po. Po ç'kemi? Ç'a bëhet? Ti që vëlla mirë. Ja, këte në Gjermani. Po ti ku jeton? Unë vetëm në Gjermani jam. Të dashur miq, Bushi është i vetmi person që unë nuk e njoh fare, edhe ka shprehur dëshirën që të kryej një bisedë së bashku në podcast, dhe siç e dini, unë jam i hapur për të lloj gjëra dhe e mirëprita, dhe ja ku e kemi, kështu që do jetë pak aventurë si për mua dhe për juve. Mirë se erdhe. Të falenderoj për mikpritjen dhe për që shpreh i hapur që rese, pa hajde ta provojmë një, pse jo? Nuk diskutohet. Unë nuk shiko, problematika është se kam qenë goxha i zënë, e tregoj në rast të syve, se sa punë ke pasur, po që normalisht unë jam vërtet te kurioz. Për shembull, sidomos për personazhe si ti që edhe nuk i njoh, po që kanë dëshirë, për shembull, unë dua që të ketë sa më shumë njerëz të tillë, sepse mendoj se gjithmonë një vlerë e shtuar kur gjithë secili flet diçka. Normalisht kam ato meraket e mia, kupton se nuk i dihet si ato vezët e ditës verës, po që O çajet. Do na prezantosh çik vetën tash? Po, unë vi nga Pogradeci, në Shqipëri. Po. Kam shumë vite, për shembull, që jetoj në Kurbet, kam jetuar dhe në Greqi më parë, një 7 vjet. Dhe tani po bëj një 7 vjet që jetoj këtu në Gjermani. 7 vjet që në sa vjet je ti? Bush ti dukesh shumë i ri. 30 vjet. Dukesh pak më i ri se si 7 vite, ndej 7 vite këtej, ke ikur i vogël fare domethënë. Po, që 14 vjeç pothuajse. 14 vjeç, ke ikur familjarisht apo? Unë kam jetuar në një kështu, si i thonë, në një tip konvikti, kemi qenë atje në Greqi. Po, ke bërë shkollë apo? Kam bërë gjimnazin. Shumë mirë. Kam mbaruar 8 vjeçaren, ato me 9 klasë që janë atje, edhe 3 vjet e gjimnazit. Fiksë në çfarë vendi? Në Kozan, në një fshat aty, kështu që ishte një konvikt, dhe ndihmonte këta për botën e tretë, siç na quajnë neve, akoma. Mirë, se shiko, në maksimumi bota 2.5 jemi. Kështu që na ata na futin, në botën e tretë na futin. Ata e kanë çik qef, ata ashtu kanë për na parë të gjithë kohës tani. Gjithsesi, shumicën e herë se kemi edhe një çik fajin vetë, ne, gjithashtu po gjitha. Po shumë mirë. Po si, domethënë mbarove shkollën atje, pastaj mbarova gjimnazin unë atje dhe nuk arrita dot të futem në universitet. Pastaj u ktheva prapë në Shqipëri, fillova aty një vit universitet në Elbasan. Me ato nota që kisha atje, kapa një deg, dhash një 2 provime në Shqipëri dhe kapa një deg në Elbasan, një vit. Çfarë doje të studioje në Greqi që nuk u fute? Po isha shumë dobët me mësime. Po. Ka fjalën kishe diçka specifike, dëshirë që të studioje apo? Po jo, thjesht si thon asaj, të merrje një zanat, se pas zanat çfarë do bëjnë. Marrë gjimnazin dhe rrinjën përse. Dhe nuk u bëja aty, u ktheva në Shqipëri, pastaj i ktheva ato notat prapë me binte një 6.2 mesatarja me shqiptaren. Po. Kapa një deg në Elbasan për qytetari ishte atëherë dega. 2014. 2014, po. Edhe fillova atje? Fillova atje në Elbasan, bera një vit, e kalova vitin e parë. E kalova vitin e parë, po urime. Një nga një është, një vit i parë, vit i dytë. E kalova, po problemi ishte se dhe ekonomikisht nuk ishim mirë. Nuk ishim mirë se di se si e sa e diti apo si e diti se si është andeja është që duhet të kesh shumë lekë që të bësh në universitet, duhet të torturohesh, ku i thot populli.
Shumë duhet të kesh një farë lloj bazamenti. Unë e di se një vëlla e tij ka studiuar edhe unë 18 vjeç kam ikur, nuk është se jemi rritur me pupla, domethënë, nuk diskutohet. Duhet një farë lloj bazamenti, duhet. Domethënë, plus që është e vështirë dhe në qoftë se ke pasur edhe bagazhin përpara, domethënë kur ti bile të komplimentohet, domethënë që e di që ka çaluar dhe nota edhe gjë që e thua hapur, domethënë kjo është gjë e rëndësishme, domethënë që e di që ku kanë qenë pikat kyçe për sa i përket kësaj, po që duhet një farë lloj ndihme duhet. Kthej, domethënë është pothuajse e njëjta gjë në të duhurën, por këtu ka lloje të ndryshme të tjera, pastaj si ndihmon shteti vet me këto bursat pa interese etj, kështu që nuk krahasohet fare me Shqipërinë. Pra, edhe jo kapesha aty me këto asistentet e këtyre pedagogëve, nuk më pëlqenin shumë gjëra, valla, tash unë kisha jetuar në Greqi, kisha parë 2 gjëra më shumë. Po. Dhe më vinte ina thosha, ore, ne jemi në vendin tonë dhe këta prap na trajtojnë kështu neve, në këtë lloj feje. Çfarë ishin disa nga gjërat që të bezdisin? Gjërat që më bezdisin. La libra duhet t'i blinje një me lekët tënde. Po. Blinje, si duhet t'ja them emrin, blinje një libër të një pedagogu. Po pse mos ja thoshin, thojmë. Çeçi nga Elbasani. Çeçi. Çeçi ishte librin e tij. Kishte librin e tij, kishte na bënte filozofi. Ore, ai kishte kopjuar tash. Nuk e kishte se kishte libri ishte pa ISBN. Do të thosh ça mashtrimi total. Blije ti thoshte që të hysh në provim. Mos më ka futur në provim se s'ja kam paguar lekët e librit. E kam aty librin, do të jetë gjikun. E hapja kështu e shfletoja, e kupton se unë kishim bër pak filozofi në gjimnas. Dhe i mbaja mend disa gjëra në këto. Dhe thosha, ore, po s'ka mundësi besi tash libri është pa ISBN, kjo është shkelje dhe se këto me lekët tëra hy. Po. Normalisht, po mirë është se shiko, po pa vetë pse ve ikën te ISBN-ja, te ideja është ai përgjigj një libër që ka prodhuar vetë për vështi kusht, një libri është i pa certifikuar, i pa kontrolluar, nuk e di asnjërin që është i përshtatshëm për kurrikulën e shkollës. Probleme ka atje pa vetë te ISBN-ja. Kjo. Pastaj një mundësi tjetër për shembull që ishte, para provimeve të bënin një si test. Dhe aty në testin mbledheshin lekët, kush paguante lekët, futeshe. Seriozisht. Po. Nga sa lek pagonin njerëzit? Po, që ty një në provim dushe 50.000 dhe të paguajnë. Jo në të gjitha lendet, po në disa degë që ishin kështu të hapur fare, donin 50.000 që të futeshe. Dhe i themun asistentet që në bënë dhe i thash, kjo s'ka mundësi të shi unë, nuk e thoshte trotsh, por në atë mënyrë të thoshte. Po. Se unë s'kam të drejtë të futem në provim, do marrë 4, po le të marrë 4, mama e di që e kam provuar njërë. Jo ti s'ma jep shansin mua dhe më nëzirë direkt, që nga shkurti më qonë në vjeshtë mati, në përshtator direkt. Po nuk ka pasur asnjë student për shembull që është ngritur që mund të ketë bërë diçka ose që ka thirrë diçka apo që ka bërë të madhe apo s'kishin frikë. Me sa shikoja unë dha atje ishte kështu që ata ishin 2-3 që mësonin, që vërtet mësonin që rrinin mbi libra, po jo se kishin ndonjë kapacitet apo ndonjë material shumë të gjerë. Dhe këta tjerët që mundoheshin me lekë pastaj. Nuk pinte ujë, se dinje ti dy gjëra nuk pinte ujë. Nëse nuk kishin. Asnjëherë se kam arritur ta kuptoj këtë pjesën në burrë me të marrë të pjesën e shkollës me lekë aq më tepër, domethënë tani se po del në një doktor. Të paguash lekë kuptoj se di se si funksionon skema në Shqipëri, por që të paguash lekë për teknikë qytetarisë që kur studion qytetari që për pjesën e pedagogjisë, kështu mësues në shkolla apo. Po, kjo ishte si bazë. Pastaj vazhdoi edhe masterin. Po. Shumë e çuditshme. Edhe ndjesha shumë i revoltuar në shumë gjëra, e kupton? Dhe thosha, po s'ka bë mundësi tash, ç'është kjo akoma? E doja, po puna ishte se kur un flisja ndonjë gjë, mo ti thoshin ky. Mo ky, e kupton? Me del si budallaj pastaj kur për gjë. Po. Dhe kishim ku i vura vulën unë, i vura vulën në fund fare vëlla, nga Beari, kështu nga Maj.
po bënim një 2 javë praktikore, vinim vizitonim këto institucionet publike, për shembull bashkia, qarku, çfarë është në Elbasan, këto gjërat. Edhe diku vajtëm atje neve, i kryetari I qarkut, se më mend se kush ishte mirë, sakt. Vete atje unë, vem neve të tërë atje, ka qenë një nxehtë vëlla në Elbasan, 35 gradë. E piqshim, para derës, ne rinim kështu. Pastaj në orën 8:30 kështu siç ishte. Po ja do vi, kur përballë ishte një lokal, se ne kemi këtë, çdo para universiteti është një lokal privat. Po. E fup del vëllai, që nga lokali. Që nga lokali në pret në zyre, kemi pritur në një orë, nga orën 9:30 kështu. Miku mendja fare, tash. Ky ka qenë lokali neve ta presim. Ndërkohë që na than 8:30. Edhe aty e vendosë, domethënë që kjo punë s'bëhet. Aty I bëra një pyetje unë aty. Jo, I bëra një pyetje atij burrit unë aty. Nuk I thash pse na vonova, po kështu tash si bëj. Unë po shikoja një foto vëlla atje, kishte një kornizë dekalaja e Elbasanit para, nëse e ke parasysh, dhe atje kishin qenë sa pemë vëlla në ajo foto. Po. Unë kur kaloja aty ato pemë i kishin prerë dhe I kishin zvendësuar me shtylla elektrike për të ndriçuar. Po. Dhe e pyeta atij tash, le që nuk keni bërë asgjë tash, po shiko çka keni bërë. Ato pemë atje mund të kenë qenë para 3-4 vjetësh. Ne kalojmë sot aty s'ka asnjë pemë. Si mund më shpjegosh ti këtë tash? Mbeti kështu, s'ka asnjë përgjigje, më tha ajo sekretarja, asistentja e pedagogut. Pusho. Më vunë edhe një 4 pasaj në fund në atë praktikën edhe më përsodhë me ceremoni. Wow. Jo, ati është, ai vend është cirk I gjallë për zotin. Dhe aty vendosa unë thash, unë do marr rrugën dhe do iki. Dhe ika në 2015 ika në azil. U paraqita në Bremen. Që nga Bremeni na çuan në Hamburg. Po. Në Hamburg ne jam pasaj një vit, ja 11 muaj kam ndenjur. Po si azil, ç'a azili? Azilo kot shu ashtu si thon politik, ekonomik. Aha. Në 2015 kur ishte vala. Po. E këtyre. Edhe u futa edhe unë, thash mora edhe një shok me vete. Unë se një atë në fakt një komshiu tim e kishte djalë xhaxhaj dhe e mora. Më tha, hajde do vish. Ata marrësh, po marrë dash mos ta marr kuris. Le të vi. U paraqitëm në azil për një javë del transferta për në Hamburg, ata e dërguan në një vend tjetër, në Gjermaninë Perëndimore. Edhe që pra atëherë në Hamburg. Jo, ndenja u 11 muaj I futa kartat për të vazhduar këtu universitetin. Ma njojtën ata. Ma njojtën po puna ishte se ne na jepnin lejë qëndrimi 3 mujorëshe, dushe 6 mujorëshe, që të futesha në universitet në aty rreth Damtorit, nëse e di Hamburgun. Po. Aty është një universitet për të huajt. Dhe më pranuan ata, më pranuan dokumentat, më pranuan gjitha. Puna ishte se nuk vazhdojnë ato se unë kisha lejën e qëndrimit 3 mujorëshe. Ne kuptoj. Dhe pasaj shtyshe ajo, çdo një muaj, çdo 2 javë, ata vetëm më vështirësonin ata muaj që sa se më përzenin. Normalisht, si gjithë tjerët. Ne kemi qenë pa azile dhe njëjtën gjë kanë bërë edhe me ne, kështu që ajo është skem normale. U ktheva unë në 2016 u ktheva valla prap. U ktheva se koca të rinj do të kapnin ata do të kthenin mbas. Edhe u ktheva vet. Mami më kishte dëgjuar për sa kishte filluar një kurs gjermanishte. Se unë komunikoja pak, merrnja vesh shumë, po është në rrugë, çfarë mund të mësosh në rrugë? Normalisht, duhet me shumë bagazh. Po. Edhe thash, çfarë bëj? Ose do vazhdoja në Elbasan vitin e dytë, ose do vazhdoja kursin. Tash më po e provoj këtë kursin. Po e provoj. Me bëri një testim ajo, vajta e interesante, prandaj nuk duhet njeriu nuk duhet të triqet as edhe një herë. Aha. Vete unë atje në kursi ishte në gjysmë vëlla, të nivelit. Ata kishin arritur A2-shin në gjysmën e A2-shit. Po ky niveli tjetër fillonte mbas 3 muajsh, apo 3 muaj me diçin më çfarë të bëja unë 3 muaj. Po. Dhe I them unë, dal jashtë më përcjell ajo mua me ceremoni, thotë
hajde mbas 3 muajsh, ma shno emrin, dal për jashtë unë aty në shkallët shu, po mendojsha, thash, po dal bre të kthehemi një herë. U ktheva një herë hapa deri, thash asaj, o zonjush. Po ta bëj një provim, thash, mbase se unë di, thash, unë nuk është jam zero, thash. Di ca gjëra. Po mirë, thaj. Më dha një letër aty, bëra një testim, që ke mirë ti më tha, mo, te najde në kurs. Bomba. Në gjysmën e kursit ta dyshit të nivelit. Bam bum, mbylla unë deri me B2-shin e mbylla atje. Në Shqipëri. Në Shqipëri, po gradit. Për ditë. Nga janë të premte. Intensiv, po. Intensiv, nga 4 orë benin edhe, në ditë. E mësova shumë gjëra, dhe jo se jam perfekt në gjermanisht, po jam shumë mirë, ndihem shumë mirë. B2-shi më mjafton. Normalisht, përderisa tani, si për B2-shit një nivel tjetër është, po pastaj nëse ke edhe një çik dhunti, edhe një ti jepet edhe e flet, edhe nuk e ke problem ta ushtrosh gjithkohë se mëson, nuk ka ndonjë gjë të keq. Po gramatika për shembull, kur ju futesh në cinjesh andesh është tjetër, është me avancuar, me zhvilluar, nuk po është, po që shiko, edhe kam një pikë që e them gjithkohë, se domethënë ne nuk është të kemi shumë gojë të flasim, domethënë se gramatika shqipe nuk është më e thjeshtë sa gjermanishte, përkundrazi është. Është shumë e vështirë, po. Pikërisht. Po puna është ti po se kape që në fillim, nuk e kap dot më pastaj. Po. Edhe unë futa në mes, në mes të felave atje, dhe dola në fund. Edhe tash ky programi që bënte kursin, ky programi bënte Ausbildung këtu, shkollën e profesionale, që ta kuptojnë dhe këta shqipfolësit tanë. Edhe na bën kontratat ata, nuk paguaj një lek, thjesht paguaj një kursin libra dhe këto më vajti kursi mua një 600 euro, kështu 700 euro se mbaj mend. Po mirë, shumë mirë. Mirë nda se tash ti po thith dije, normal që do paguash. Edhe ky programi tash zgjidhte, nëse e kalon një kursin dhe të bënin një intervistë ata, ishin ja 3 femra, njëra ishte presidentja dhe 2 menaxhere, dhe të bënin. Shivet lutem vetëm mos e lëviz mikrofonin se vin ca goditje të vogla. Okej. Edhe ky programi ishte i lidhur këtu me një firmë private në Gjermani që kërkonte nxënës për të vazhduar shkollën në përkujdesin e moshës të tretë. Po. Ishte 3 vjeçare atëherë. Dhe tani 3 vitesh, po tani e kam përzierë çik. Edhe bëra intervistën unë me ato, ngelen të kënaqura, më dhanë mua 2 opsione, ose do vesh më tha mua në Chemnitz, ose kesh një fshat në Bayern ja mund tash. Po mirë, zgjidhjen e dur pas ke bërë. S'ke që do Chemnitzin para Bayernit, kudo që tjetë Bayern. U futa unë kështu në Google, shikova ca gjëra, pash, kisha dëgjuar në çik Gjermania lindore, jo thash, unë do rin Bayern. Bravo. Edhe fillova, në 2017 e kam filluar 3 vjeçare. Këtu në Gjermani. Dhe kam 3 vit tani që e kam mbaruar dhe punoj 3 vit në përkujdesin, në moshës së tretë. Ke 3 vite që punon? Po. Po si të duket deri tani? Po e lodhshme, po tash edhe marrim çikore, nuk është se jemi keq. Normalisht. Ajo shiko, pun pa lodhje nuk ka çfarë lloj pune që ti jetë ajo, domethënë, por nëse ti e ke bërë duke bërë shkollën profesionale e tjera, domethënë deri diku i e goxha mirë, domethënë, ke pasur goxha sukses sepse ka pasur nga Shqipëria për shembull stafi i kualifikuar mjekësor, domethënë që ka ardhur edhe vetëm për faktin që nuk ishin ndaj shumë të fortë me gjuhën, domethënë kanë bërë atë punë për një kohë të gjatë edhe pse ata mund të kishin bërë ku dëgjon edhe gjëra të tjera. E ke parasysh, kurse ti i ke hyrë vet asaj pune, domethënë dhe i ke dalë për zot, kështu që kjo është gjë pozitive. Se nuk pash asnjë rrugë dalje për momentin, e kupton? Po. Dhe kjo ishte mundësia e vetme dhe thash, po pse mos e bëj. Edhe në fund, tani po bëj edhe një tjetër për tip menaxhimi. Është një shkallë më lart, po bëj, kam edhe 2 provime dhe e mbyll. Po. Për të në të njëjtin industri, domethënë, thjesht kalosh në status menaxherial. Shumë bravo, që ke njëri me ambicie.
Se ka njerëz jo, shiko se ka nuk është gjithmonë e mirë që kjo gjë, sepse ka shumë njerëz domethënë që në momentin e parë që kanë një profesion, thjesht kënaqen me atë. Pak ose thjesht nuk duan të hyjnë në halleve të tjera ose shkollës tjetër ose vazhdimit të karrierës domethënë dhe thonë unë me këtë punë mirë jam edhe kështu do vazhdoj. Prandaj, kështu që është gjë e mirë që ti kërkon domethënë që të ecësh akoma më shumë. Po mirë është që çdo kush të përpiqet sa është i ri dhe sa është në kohë. Po. Se nuk është tash se dore kur ve arrin në një moshë pastaj edhe s'ke më nerva thuajmë se unë për pak do dal në pension, u mbyll gjëja. Mirë, shiko, kur përpara se dalësh në pension, mbase s'duhet të kishe ikur në Gjermani fare, domethënë nëse janë atë mosh, po që po bukur fort, po përveç lodhjes fizike plakun nga ana mendore, si kalon atë të puna? Ka ngarkesë? Duhet ta marrësh çik me sportivitet, duhet ta kesh çik qef, për shembull. Duhet të jesh çik i komunikueshëm me njerëzit. Ti je çik empatik. Po, duhet të dish se ka dhe njerëz që ty nuk do të pëlqejnë. E kupton? Për shumë arsye, çon si ka. Nuk do të pëlqejnë kudo, si në çdo punë që ti jesh, ti do ketë tipa aty që s'të pëlqejnë ata, nuk ta duan atë profesionalitetin tënd apo atë karakterin tënd. Po në përgjithësi ndihem mirë, se ka dhe njerëz që vërtet më vlerësojnë, e kupton? Si nga pacientët, si nga kolegët apo se shefi nuk do të thotë kurrë që je i mirë, këtë ta dish. Se diskutohet. Normalisht, ata nuk mund të thonë që je i mirë se janë të lidhura gjërat e tjera, do të paguajmë shumë lekë, pastaj se po e pranoj që je i mirë, normalisht duhet të hidhet, pastaj duhet të derdhet një çik. Kurse gjë më e vështirë është jo ndrimi i turneve, vetëm kjo është që mua më lodh më shumë dhe më ka bërë që të shtyhem dhe të vazhdoj përpara. Kjo pjesa e turneve. Po. Nuk është koordinimi aq i mirë sa ç'duhet. Për shembull, unë mund të bëj një koordinim më të mirë. Dhe unë prandaj po mundohem. Që nesër pas nesër jo të më mbajnë për hero, jo, po thjesht të ndihem mirë me veten time që të more. Këta që nuk e bën këta, pse mos mundohem unë të bëj diçka. Të paktën e provove, domethënë, është tjetër gjë, pse funksionon apo funksionon më vonë. Ideja është domethënë që duhet ta provosh, bravo të qof për të pjesë. Ndryshimi gjithmonë fillon nga vetja, kështu që ky është princip fundamental filozofik, domethënë nuk diskutohet fare. Jordan Peterson, përshëndesim Jordan. Ideja unë të pyes për të sepse kam njoh shumë njerëz që punojnë në flegë. Edhe një pjesë të mirë e tyre kanë lodhje fizike, nuk diskutohet, edhe nga kjo pjesa e turneve, zita të tjera ndonjëherë me orare të gjata. Por nga ana mendore domethënë janë vërtet shumë të ngarkuar, nuk e di janë si të zymt, si të mërzitur, si nuk e di sigur humbazin në një shpresë në një rrezim, domethënë nuk e di se çfarë shihni ju atje brenda, po që po mirë, dakord, aty ka nga çdo gjë, sepse aty është stacioni i fundit i jetës për shumicën e atyre. Një pjesë të madhe është fundi. Tash ti mundohu ti marrësh atë pozitivitetin asaj, të thithësh diçka nga jeta që ata kanë kaluar, apo që të marrësh diçka, të kuptosh, të mësosh diçka. Flasin ata? Tregojnë gjëra? Tregojnë, si s'tregojnë. Çfarë duash tregojnë? Për shembull, varet si i ke koincidenca, dhe do të dish me kë dhe tash një që është do të dish ka njerëz për shembull që janë me demencë. Po. E kupton, po dhe ata kanë atë të mirën e tyre, kur janë në atë fazën e mirë, e kupton? Dhe për aty mund të mësosh ti, sepse edhe ai jeton akoma, është me periudha për shembull. Nëse ai ka ngelur në moshën 30 vjet në mendje, ai aty është deri në atë fazë, deri në atë pikë mban mend. Dhe ti duhet mundohesh tash ti përshtatesh atij, ti të bësh një dialog, si mund të thosh, të mësosh çka ka punuar, si ka qenë, ka shumë që kanë që të mbijetuarit e luftës së dytë botërore. Po. Ti i them unë aty ku ishe. Unë isha thot në bodrumet e verës, e kupton, 20 metra nën tokë. Dilni të shoh, ose budalla isha unë dilni binin bombat sipër kokës. E kupton që janë
ka edhe njerëz të vojtur, sepse shumica e njerëzve shikojnë gjithmonë atë anën negative apo. Mishe, shikon, unë e kuptoj që është ngarkesë goxha e madhe, domethënë, nëse duhet të kesh këtë që thua ti tani, edhe këta njerëz duhet i kuptosh sepse jo gjithë secili është njeri empatik për shembull. Për shembull shikoj te vetja me sa kapacitet ka mund ta kuptoj veten time, domethënë, okay, me 1, 2, 3 mund t'ja dilja, domethënë, po më duket goxha e vështirë, domethënë të mundohesh të jesh aq i chillter dhe aq pozitiv gjatë gjithë kohës, domethënë ndonjëherë vjen edhe një moment që thua që dale vllai, kupton, jam edhe unë edhe do të çlirohem edhe një herë unë. Po se dhe unë dal ndonjëherë në origjinare, kupton, jo se unë nuk dal ndonjëherë në origjinë, po që duhet sillesh kjo është ajo profesionaliteti që të mëson shkolla, e kupton? Që të bën ty, që të jep ty atë teorinë deri diku që ti në praktik ta kesh më të lehtë. Po. Ndikojnë shumë faktorëve. Po e patë gjën çik me qef edhe i përkushtohesh, bëhet, kurse po nuk e patë qef, kudo që ti jesh. Ajo vlen në fakt. Shiko, teorikisht nëse e ke qef, domethënë çdo lloj pune që ti jepet e bën më mirë se sa një njerëz që s'e ka qef. Edhe po të lash banja, qofse e detyron veten ose sjell veten atë lloj botkulltimi, domethënë që të nxjerrësh diçka pozitive nga procesi, jam shumë i bindur që do jesh largësi më i mirë se sa ata të tjerët që e bëjnë vetëm për rrogën. Kjo është, domethënë, jetë 1 me 1, nuk ka diskutim më mendja. Po ndikon edhe kjo, për shembull, në vitet si e shikoj unë, në vitet e fundit, për shembull, njeriu është shumë i dhënë mbas materializmit apo shumë mbas statusit social që gëzon. Edhe kjo i shtyn mbas e thonë, mos se ky atje punon, mos se ky këtë punë bën, ore. Po nuk qe ai që pastroj rrugët, ne do qelbemi plera rrugëve. Nuk diskutohet ajo më, po ajo është ignorancë për shkak. Ai njeriu që mendon ashtu është për mendimin tim është zero nga ana emocionale dhe nga ana se si i vlerëson njerëzit. Nuk gjithsecili ka statusin e vet, pastaj njeriu nuk është vetëm puna që bën ai, njeriu ka shumë herë më shumë gjëra në kokë. Se i binte pastaj që edhe unë, se del buçi bën muhabet me njerëzit kot, pastaj ik aty, shiko, kontrollon ai beton ai gjë, e mregull, kupton. Së shaqeta. Kemi gjëra që na interesojnë, kemi gjëra që mbase nuk i dinim që na interesonin, por kur na i thon, i mësojmë edhe opa na interesojnë, kështu që është me shumë herë më shumë dimensione se sa mundohen, domethënë disa herë njerëzit ta ulin që kupton. Ajo është një coping mekanizëm, domethënë që shumë njerëz e përdorin thjesht për ta thjeshtësuar që mos të mendojnë shumë, po jo domosdoshmërisht është gjë pozitive. Edhe negative jo, po thjesht duhen gjetur mënyrat e duhura që të marrësh domethënë gjithmonë anën e pozitive. Po ka. Unë e shikoj kështu që është varet në çfarë momenti të kap ty ai si tip depresioni që mund ta quash dhe ndihesh ti që zhyten sa më shumë më thellë pasaj dhe janë këto situata që i njoh njerëzit në atë lloj profesioni janë shumë të zymt apo nuk shikojnë shpresë. Po. Njeriu do ta gjejë në vetvetja gjithmonë atë rrugë daljen, se nuk vjen njeri të nxjerrë. Po çfarë bën ti bush përveç punës, domethënë? Unë përveç punës jam marrë disa vjet jam akoma në një ekip futbolli amator. Filozim këtu me fshatra me këto kategoritë zhe. E kuptoj. Jo, kam pas edhe një shokun tim shumë të mirë që e përshëndes që ka lozur liga amatore këtu në Berlin. Është gjë e bukur. Edhe po tani para 3-4 muajsh bëra një operacion këmbë që mbase mund të më ketë errur dhe nga futbolli dhe mendoj që të mos vazhdoj me, vetëm thjesht të shkoj të stërvitem që të gjë serioze? Mund të flasësh? Si gjë serioze në operacionin? Po. Jo, tash jam mirë. E për 2 javë mund të filloj nga pak punoj. Po. Në rregull. Edhe kam kaluar për shembull jam bërë arbitër i kategorive amatore. Jam arbitër futbolli. Imagjinoj çfarë është arbitri në Shqipëri. Mos e nuk është si në Shqipëri apo. Jo, po mirë, jo, ashtu nuk, se nuk, ore këta e thonë një llaf shumë e kunj vetëm se unë jam i huaj, e kupton, nuk ju vjen mirë. Kjo është. Po mirë. Po unë
e maj me, si thavi, me një buzëqeshje. Po keni honorar të paktën plako si arbitër? Si mendon ti? Si është thonë që Honorar, po them që a paguhemi? paguani, as paguani, a Po, keni bonus paguam. apo dieta gjëra? Paguhemi për ndeshje. Si funksionon? Po tash na e rritën me këtë rastin e krizës ka vajtur diku tek një 50 euro për ndeshje. Po. 2 orë, 25 euro ora. Po, pomba. Për çiftin tënd edhe lëvizin çik edhe. Plus kam edhe atë, si thon, kartonin e arbitrit, me ata mund të shkojë çdo ndeshje në Bundesliga. Pa përjashtim. Mund ta shohësh Mund ta shoh në stadium. në stadium live, kudo. Live kudo. Damn. Në Bundesliga. Ajo që nga lart fare, por pse s'tua ti? Do thënë, vetëm për shembull këto ndeshjet e forta duhet marrësh 2-3 javë para në telefon, që ata kanë një sasi të limituar, për shembull 20 arbitra mund të vënë në një ndeshje apo 30 sa e kanë atë kapacitetin. Dhe aty si për gazetarë, ku janë ata komentatorë si për atyre aty. Spektakël, për spektakël fare. Po vetë plako i frekuenton? Po edhe them drejtë nuk kam vajtur, po do vete se kjo puna me turne, si thon, jo të shtunave, jo të dielave, ndonjëna qellon që duhet vesh të arbitrosh. Kam qef. Po këto janë 2 ekipe që kam unë këtu afër, për shembull Regensburgu ka vajtur kategori 3 në vetë. Ka rënë. Vetëm Nurembergu është kategori 2. München është kategori të parë, po atje München kam qef. München vetë ta shikoj Münchenin kam qef. Mirë, më shikon, nëse është nëse meniu los me një skuadrë që nuk është relativisht e mirë, më amën që mbase është e bëshme apo. Po. Po thjesht edhe kjo që duhet marr për shembull duhet interesohesh 2-3 javë përpara. Si ti thua atyre të rezervojnë një vend ata, shkon atje, tregon kartonin, e kemi online në telefon, e skanon ai, ti jep biletën, futet si zotëri. Po, ka lezet. Po këto gjëra e kanë gjermanët, plako është burokracia me javën përpara, ato nuk diskutohet fare. Funksionon, përderisa funksionon nuk mund të qajemi, domethënë, okay, është një çik punë edhe të mërzitë edhe do bësh këtë, do bësh atë, por që përderisa sistemi funksionon. Funksionon, në mos për 2 ditë, po për një javë do bëhet. Do bëhet. Kurse ne duhet të kalojmë vite që do bëhet. Ne më marr vesh. Po ose punoj edhe kështu për kthyes vllai. Çfarë gjuhësh? Po anglisht pak, greqisht, shqip përkthej. Po i përkthen vetë apo je i punësuar? Vetëm gojarisht, kështu e kupton. Jo me shkrim. Dolmetër, okay. Dolmetër. E kuptoj. Dije kisha mbrëm kisha një deri në ora 3 natës, vajta. 3 natës. Po. Pse 3 natës? Po ata në orën 10 e kishin zënë, çfarë ti bëj? Unë e kisha fajin aty. Në polici? Po varet me ku më kërkojnë, polici, në gjykat, në si thon këto, kudo, në bashki, kërkon bashkia ka një problem, i duhet një përkthyes për shqip, për greqisht, për anglisht. Më tret mua ajo e punësuara ku jam unë atje, në ajo zyra, më merr mua në telefon, thot filan orë, vetë do të atje, i them unë po jo. Kaq. Po si u regjistrove te kjo punë? Po kjo këtu në qyteti, se unë kam ndruar një 2 qytetin këtu, po me 10 km, me 15 km, jo shumë. Dhe punon në një shoku tim atje, po ai tash nga që s'ka kohë, edhe u shkëput. Po, jo, e kam fjalën domethënë si u futet e kjo valla, nuk kërkojnë kualifikime, letra, çfarë dokumentash kërkojnë ata që të bësh të punë? Po, asnjë dokument më dha, çfarë dokumenti? Thjesht të dish gjuhën. Po si e din ata që ti e di greqishtën për shembull apo shqipen apo anglishtën? Po këtë e ka, jo be, kompania për shembull i del garant. Aha, e në kompani, domethënë kompania ju çon. Unë nuk jam i lidhur direkt me shtetin. Unë jam me kompaninë time, më merr mua shefi në telefon thot, merr dot këtë, ke kohë, i them unë po. Se dia unë që ekzistonin kompani të tilla, si quhet kjo? Po duhet shikosh edhe aty në këto, po ka bre, në Berlin duhet ketë plot që merren me përkthime me gjëra. Shikoj. Jo, unë për veten nuk kam, unë shqyr, unë po më dolin çiko dua të lë gjum, po që më bën domethënë në shera e parë që dëgjoj domethënë se kisha dëgjuar ndonjëherë që më ekziston në kompani për gjë të tillë. Po ajo mund të ketë
30 gjuhë valla që mbulon. Po. Që mu ka arab, ka kurd, i ka të tëra për rus, tëra gjuhë ti mund t'i ketë ajo të mund. Se sa vetëm Spektakolare. nuk jam vetëm unë i punësoj, ne mund të jemi për shembull 20-30 kolegë. Po. Po shqiptarë më duket se një 2 jemi, a 2 a 3 se di mirë. Paguaj mirë. Paguajmë, shumë mirë paguajmë. Mm. Do të ta them sa paguajmë. Po, do ma thua se shqiptar jemi. Shqiptari pyet për atë. 30 euro ora. Po mirë, shumë mirë. Shiko, okay, se edhe ta konani, se të rish deri në 3 natës vëllai, edhe të paguhesh në çik tash, se s'do e bësh për qefin e tjetrit. Po bravo, plako. 1, 2, 3 aktivitete në jetën kohë. Respekt. Bollën, mirë, mjaftojnë. Janë më shumë se sa bollën. Jo, bravo qoftë sinqerisht, nuk jo që të bëj kështu edhe këto punë të vogla, jo mini job jo këto. Nuk qef kam, por përse të vete nuk më del kohë. Se pastaj do të prishën këto punë të tjera. Të prishën. Se do vesh atje, unë më mirë e kam të vete këte ku jam, të vete përkthys 4 orë, 5 orë atje, të dalin syt, të dalin nervat, se më se kupton ai mundohesh ti ore. Pa e thotë, por ai thosha atij, nuk jam unë gjykatësi, ore. Unë kam herë të përkthej, o vëlla. Nuk di unë se çfarë do bën me ty këta. Po mos ke kështu. Si thon. Mos njeh një. Mos po nga eksperjenca, po lejo eksperiencën time, mos kam të tregoj eksperiencën time tash këtu ty. As të një as të bëj. Po çfarë rastesh, na thënë një kështu, çka kanë qenë ca raste që është dashur të përkthesh? Po më shumë këto bre i zen në kufi be vëlla, i zen në kufi. Me këto 3 muaj, ju kalon 3 muaj, është ai zen. Aha. Se kuptoj. Unë kam qenë vetore, po njeriu duhet ta studiojnë çik gjëra vëlla, duhet ta di tash ty të ka kaluar ajo koha, 3 muajshe. Tash ti do t'i bjerë Gjermanisë vërdall, po do të zen ata në një kontroll të rastësishëm të zen. Ike. Tash mos njëri tjetri melkën do ma marr thaj, kështu që. E kupton, tash ti ku vete? Ri aty ku je në lagje, mos dil. Nuk digjen kot çuna, sigur. Po shumë çuna të rinj. Po çuna të rinj, shumë të rinj janë. Me 20 vjet, me 25. Qafi ke për atë, gjatë lajmin në Hamburg që vdisën ata 4 shqiptarë. Ata po e gjova në kështerën skela. Gjithë ata të zezë ishin atje. Unë përkas industrisë vetë dhe nuk mos të bëjmë tani kështu si super të ndjeshëm, se nuk është se jam jashtëzakonisht shumë i ndjeshëm, po mirë nuk më ka ardhur se më janë kujtuar në fazat e mia fillestare, unë kam pas shumë punë me shqiptarët edhe më mbaja mend edhe në verë kur dishte dielli që vija e çojmë ato pomadat se kemi pasur tek ajo puna që kam qenë përpara. Staf drejtuesi ishim ne, domethënë duhet i vendosnim këto rregulloret, edhe një nga rregulloret që kemi pasur është mbrojtja ndaj diellit, ato pomadat. Edhe këtu në Gjermani domethënë duhet të jesh i veshur, jo i zhveshur gjatë verës, domethënë për të shmangur kancerin e lëkurës e tjerë dhe vija ja shpjegoja atyre domethënë edhe unë e kuptoj që ata se nuk është se e bën nga inati apo e bënin kështu, po thjesht ndonjëherë nuk e kuptonin, ndonjëherë i dukej shumë punë, domethënë apo me kokore që nuk i vinin në kokë ose i hipnin në për vende ku nuk duhet i hipnin. E ke parasysh, mundohesh t'ia shpjegosh drejt ta hajt ndonjëherë atëherë kur isha fillestar më vini edhe shumë inati, thosha ta dale, bëri dhe se unë kam bërë shkollën për të punë, unë budalla nuk jam që po të them vëllai, unë paguhem për të kujdesur që ti mos të ndodhi diçka domethënë. Ka ndodhur aksidenti pa janë marrë masat. Pikërisht. E ke parasysh, kështu që fatkeqësisht domethënë njeriu është e vështirë të ndryshojë ndonjë gjë nëse nuk tundet një herë domethënë, nuk ndodh ndonjë ngjarje e tillë. Po do harrohet me prap, gjuna për ata, gjuna për familjet, po nuk është se do ndryshojnë ndonjë gjë, ata prapë gjë do vazhdojnë. E vetmi arsye sepse media këtu nuk është e degeneruar si është në Shqipëri, e kupton. E vetmi arsye që këtu ajo lajmi u bë publik ishte sepse ishte në Hafen City, ti ke qenë në Hamburg e di domethënë që sa presioni politik edhe ekonomik ka i kvartier atje. Një edhe dyta janë 8 kate në atë 8 kate i bie diku 10, 12 apo 15 kate skela, domethënë ai skela poshtë edhe 4, edhe sasia e njerëzve që ishin
dëmtuar ose në këtë rast domethënë kishin ndruar jetë ishte shumë e madhe. Dhe normalisht pastaj filloi u bë doli në lajme se kështu kur ndodhin fatkeqësitë zakonshme, domethënë që nuk është mirë thuash zakonshme, po të zakonshme janë fatkeqësisht. Po. Nuk dalin lajme ata vdesin, sa vdesin nëpër kantiere. E ke Edhe parasysh? Edhe nuk del. Edhe mirë bën që nuk dalin, se nuk është lajm për konsum ai. E ke parasysh? S'ka ndonjë që për konsum, këtu funksionon shteti, ai që e ka pasur fajin gabimi gjehet. Nuk shpëton dot. Do dalin në gjyq nesër pas nesër, do merren masat edhe Po, unë se di, nuk jam munduar të kërkoj, domethënë kam pyetur edhe njerëz, fatkeqësisht nuk kam njëri në Hamburg, domethënë që mund të di më shumë rreth kësaj gjëje, por tani ai inxhinieri statiku që ka llogaritur skelat për shembull, ose ata që i kanë ndërtuar, ajo firma mamën se një për një 5-6 vite do jetë në proces pa frikë fare. Ose do bëjnë një kurban, ose do thonë që po e kishin fajin edhe e mbyllin shpejt. Marrin në një job, kështu e kupton, në rritje siguracioni etj, pagim, dëshpërblim çaja këto edhe vazhdojnë. Po funksionon, sistemi funksionon për atë punë. Po, sistemi funksionon, vërtet mund të, si thua ti, ose do bëhet 5-6 vjet do eci ose do dali direkt, po ama do dali diçka. Do dali, po. Jo, do të burr tash edhe këtej, për shembull, që ditën e parë që sa ndodhi, janë të përgjegjshëm te burin. Shefi jon domethënë edhe ai vetë inxhinier është i puna jon domethënë, po që nuk e nga që është si që drejtori dhe shefi firmës nuk është e praktikon vetë. Edhe gjëja e parë që bëri domethënë na dërgoi zgjidhjen ai një email që ishin të gjithë që merrin me drejtimin e projekteve domethënë si jashtë edhe si në zyrë, edhe një kështu një shulu, si thonë, lloj trajnimi tjetër. Si thamë që Plaj u bën një 4 vite ne kemi mësuar përmendur sot tash. Na një trajnim i mirë do ishte çështja mbushim mendin atij, të marrë masat, e kupton pse unë vetë di rregullat. Por unë për shembull një gjë nuk kuptoj më valla. Për shembull që dakor se ndodhi. Po këta njerëz që e kanë ndarë mendjen për shembull të vinë të punojnë këtu. Pse nuk mundohen të gjejnë një rrugë legale? E kupton? Është shumë e vështirë. Po mirë, shumë e vështirë është, po nëse ti përkushtohesh 2-3 vjet, vëlla, do t'ja arrish. Nuk mund t'ja arrish. Do të them diçka. Një problematikë shumë e madhe si për mos në industrinë e ndërtimit. Nëse të gjithë punëtorët e ndërtimit që ndërtojnë shtëpia, domethënë, do ishin të gjithë me letra, të gjithë me rroga siç i parashikon sindikata ose grupimi ose shteti, domethënë. Çmimet do ishin shumë herë më lart tash të banesave që ti e di që Gjermania tashmë është në krizë për sa i përket vendbanimeve që nuk ka më shumë mjaftueshme etj, po kriza do ishte akoma më shumë e madhe. Tu është ajo një rritje kolosale e çmimeve të materialeve ndërtimit dhe çmimeve të ndërtimit në përgjithësi. Edhe duhet thënë që kjo është një drejt diku si në çdo vend tjetër, se nuk është vetëm Gjermania. Industria e ndërtimit është ndërmos një nga industritë më mafioze që përfshinin shumë lek të piset, që përfshinin shumë korrupsion, jo detyrimisht me shtetin, po privat me privat. Përfshin shumë shkelje, të drejtat e njeriut, të drejtat punëtorit nuk diskutohen fare, domethënë dhe një pjesë e mirë e këtyre funksionojnë në të lloj mënyre, për shembull që le të themi pa frikë fare, ato që bëjnë armaturat këtu në Berlin, për shembull, nëse janë të zezë. Të tërë nuk janë ata, po që nëse ata kanë për shembull 10 veta në kanë tjerë, dije se 2 janë punëtorë të regjistruar. E ke parasysh? Njëri ka rrog studenti, tjetri ka rrog kështu, e kupton, 300-400 euro gjasë punojnë 2 ditë në javë, ai vllai është 6 ditë në javë atje, 6 me 6. E ke parasysh që si në Amerikën e 1920. Fiks. Po edhe kështu ka për të qenë, kjo nuk ka për të ndryshuar, e kupton. Sepse kështu e do sistemi, ndryshe është e pamundur. Edhe ato që mund ta thuash ti, unë nuk ka problemi që të vinë me ato kështu, po ideja është që kur vinë, unë ta ndryshojnë. Po, unë nuk e përcaktova për shembull që vetëm ndërtimi, po janë shumë profesione me vëlla që punojnë, edhe mundore janë dakor ti kënaqesh me ato 100 euro që ti jep ai. Unë marr 70, se më aq më mbeten, 60 më mbeten, edhe pse marr 100. Po ma je i siguruar, ndodhi diçka. Po pra po, normalisht të burr ka
Duhet të ketë, shiko, pjesën e sigurimit ne nuk e kemi në koncept fare, domethënë siguracionin jo, pastaj. Parasysh se çdo gjerman që është në punë çfarë lloj, ore puna më e keqe ti jetë domethënë. Çdo gjerman këtu për shembull ka një sigurim jetë edhe. Ma thoj ti mua sa shqiptar kanë sigurim jetë në Shqipëri. Asnjë. Ke parasysh nuk e kemi për kulturën, mendojmë e kuptojmë që hëste duket ajo ku dëgjon sa kushton siguracioni duket në një shifër e madhe, por larg qoftë nuk e di asnjëherë se çfarë ndodhi, një rast të tilla. Mua më vjen shumë keq për ata se normalisht ata përderisa janë atje a gjendë të detyruar edhe kanë arsye ekonomike, nuk diskutohet domethënë. Dhe ato familjet e tyre domethënë kanë mbetur pa asnjë gjë fare. Nëse do kishin një siguracion jetë, si po bëjnë tash sikur kam një sponsor siguracion, por që është thjesht për kulturën e individit, sidomos për ata që e di që është e vështirë edhe nuk i dalin lekët domethënë. Po sidomos kur bën punë kaq të vështira, që është fatkeqësisht shumë e shpesh që ndodhin aksidente të tilla, duhet të marrësh, sepse ato familje që po vete ti po punojnë, që po lë shpinë, po i lë të gjitha ata mbrapa domethënë, mos kesh sigurimin ja tani për shembull ata ngelen në qiell të hap. Fatkeqësisht. Ata dhe ato 2-3 euro që sillen ata ikën. Iku. 2-3 euro po i sollje iku. Po mirë dhe mirë, në 3 muaj. Në 3 muaj po. Në 3 muaj në rregull. Jo, po shumë e frikshme apo. Por si e ke gjetur Buçin në fillim podcastin? Po më ke kishë dalë ti për të parëve që të kam parë unë ty, se më kujtohet mirë nga fillimi. Për herë të parë me video po thua? Me video. Me video, për episodi i parë me video ka qenë me gazetaren, me mikeshën time Alisa Brau. Pastaj Mustafa Aga. Unë ty nga këta të kam gjetur nga Besi me atë. Me po. Atje, unë ata kam dikur në fillim fare. Që në fillim. Çkur i kam zbutuar unë në YouTube në kështu. Edhe me ata më duket të kishin hedhur një herë ty. Po. Edhe atje të kam parë për të parë. Sa përshëndesim çuna aty, përshëndesim tre dhe Besin natën e nean. Më duk interesante dhe mua më pëlqen dhe podcasti atyre më pëlqen shumë. Është shumë i mirë. Podcasti atyre është goxha i mirë, domethënë. Sepse ata janë që janë gjithmonë të dy, e kupton, dhe është tjetër një është tjetër gjë, por kanë atë kiminë e tyre në perfekcion, janë mik, janë me njëri tjetrin, domethënë e bëjnë atë gjën e tyre. Kurse për shembull në podcasti tënd është tjetër dimension. Këtu vijnë gjithmonë njerëz të ndryshëm, do mundohesh ti përshtatesh, do mundohesh, kurse ata janë aty, e kupton, është diçka fantastike, mua më pëlqen shumë. Po, janë goxha lart, domethënë. Janë vërtet për të marrë shembull. Këto që e kemi të mirën, domethënë, që podcastet që kanë ecur në Shqipëri, për shembull, po ti vësh re, të gjithë ata që kanë ecur janë të gjithë në trajtime ndryshme, të gjithë pavarësisht se të gjithë bëjnë podcast, të gjithë bëjnë në një mënyrë të ndryshme, domethënë, ofrojnë diçka të ndryshme. Edhe kjo ka ndodhur shumë natyralisht dhe është gjë shumë pozitive, për shembull. Unë i kam nga atyre u kam parë nga fillimi deri në fund. Dhe kjo kur ishte tjerë në fundit me Besin, si kishte qenë. Më pëlqeu shumë, se më pëlqen ajo thjeshtësia që ka ai tipe, kupton? Shumë është cinik ai, është goxha cinik Besi, mua më vjen keq një gjë për Besin, e kupton? Unë brengën më të madhe nga Besi e kam që Besi nuk ka vazhduar të bëj komedi, kupton? Që ta bëj full time, të bëj special, të bëj një minutazh, një 20 minutë, një 30 minutë, për shembull, e ke parasysh se ai është mekje plak. Po, e di si mendoj unë kush është problemi. Problemi është që shikueshmëria apo dëgjueshmëria nuk janë shumë të paktë ata që ja kuptojnë humorin atij. Është humori i nivelit tjetër, nuk është humori që mund ta konsumoj kushdo. Kështu e shikoj unë. Po. Dhe prandaj dhe mendon që shebe më mirë i kemi këta 300 veta që na dëgjojnë, na shikojnë dhe na përkrajnë me vërtet, sesa të na dëgjojnë 10.000 veta dhe të jetë lozh. E kuptoj. Kështu e mendoj unë. Bëmë aki. E bëjmë pyetje Besi, do i bëjmë tag. Pyetje të hapur që të përgjigjen. Je blogari i nderuar, je blogari. Po gradesi e vej në pyetje Korçën. Aty potato.
për shumicën e shqiptarëve të tjerë për shembull nuk është aq e thjeshtë i dallosh nga seksi për Gradecin dhe Korçën, domethënë duket sikur është njësoj. Se edhe shumë afër janë, domethënë në tinguj aty janë. Po çfarë ka qenë, çfarë ka pëlqyer, domethënë, hajde më bëj mua një çik kritik tash. Çfarë ka pëlqyer deri tani te podcasti, domethënë, cilat tema apo cilit njerëz apo Cilët njerëz. Po shumë emra ose mbaj mend të tjerë, memoria nuk e kam dhe aq të fuqishme. Po jo, s'ka problem. Cilat tema domethënë, çfarë lloj debatesh të pëlqejnë? Po më pëlqen kjo për shembull, një tema kryesore që ti për shembull mundohesh të krahasosh atë jetën këtu me ato probleme që kemi neve aty në Shqipëri. Kjo më duket interesante, kupton se nuk janë shumë të rralla ata. Sikur shikon punën e tij, e thot ai më, çfarë të bëj. Kjo më duket një nga ato si më interesante për shembull, tema që trajton ti. Me sa kam parë me 1-2-3 video podcaste që Po normal që jo mundohem ta cek gjithkohës pjesa. Shiko. Ta provoj më burë, ke parasysh që pse jo, e kupton që përderisa te ka diçka që funksionon, në një lloj sistemi që funksionon, i komplikuar e temave nuk është, pse mos ta bësh një krahasim që mbase, e kupton, më ka një njerëz që dëgjon, që mund ta implementojë, mund të ketë një lloj fuqie që ta fusi në punime sipër këtë lloj modeli apo diçka të tjetër, apo diçka analoge, apo diçka paralele, nuk ka rëndësi, e kupton, thjesht që është një lloj problemi, ky është problemi, kështu e bëjmë ta, kështu e bëjmë ne. A mund të marrim ndonjë gjë? Po jo, tani normalisht unë si kam përgjigjet e të gjithave, po që më pëlqen gjithkohës që dualizimi, domethënë që e shikon se ka një kështu backup control, që e kontrollon gjithmonë, domethënë ku je dhe ku do të vesh. Pyetja e radhës se më erdhi në mendje. Si erdhi në kjo ideja e këtyre studentëve të mjekësisë? Se pashë të kishin kritikuar si shumë goxha biles me atë syrin tim. Jo po kështu, jo po ashtu. Të studentë mjekësisë, shiko, unë jam një person, domethënë që për sa i përket ngritjes së zërit, domethënë që të bëhesh i gjallë vetë për problemin që e ke, unë i vë edhe trumbetoj gjithkohës, që është një nga përveç krahasimit është gjëja e parë pastaj që bëj unë gjithmonë është për përgjegjësia personale. Edhe përgjegjësia personale në këtë lidhje domethënë është që okay, nëse ka diçka që nuk shkon atëherë ti duhet të bësh diçka për atë. Në këtë rast është studentët e mjekësisë që bëjnë protestën për ato ligjin banal domethënë dhe për shumë gjëra të tjera që nuk i vjen rradha domethënë se përmbledhen gjithmonë aty. Edhe mua më bezdis jashtëzakonisht shumë fakti domethënë që një pjesë e madhe e popullsisë tonë jeton në kushte mizerable, në një mjekësi mizerable, domethënë pa kushte, pa takime, pa asnjë lloj gjëje, dhe në vend që të dali me këtë frymën e re që fundja fare janë bijtë e tyre, e kupton, janë vajzat e djemtë e tyre, janë ata që nesër pas nesër do i kontrollojnë dhe stomakun dhe zemrën dhe diabetin, në vend të vjen në anën e tyre thonë që ore dalë valla se tani që po dalin gjithë në rrugë, gjithë budallënj që kanë, nuk pas ka një që të jetë i saktë. Në vend që të bëhen palë, domethënë të ndihmojnë që të sjellin një farë lloj ndryshimi, një farë rrymë demokratike, bëjnë ato gjëra që ne i përmendëm te episodi, domethënë, që parasysh janë gjëra moniste, janë të paditura, të pabukura, janë toksike. Jo vetëm që nuk e ndihmon, po ja bën më e vështirë. Sikur nuk është mjaftueshëm vështirësia që jep shteti, duhet ja bësh ti si individ. Edhe kjo gjë nuk më pëlqen mua, për shembull sepse këtu kjo gjë nuk ndodh. Po ta vësh re, kur këtu protestohet për shembull për një X gjë, pavarësisht se çfarë është tema, ata që janë kundër kësaj protestës, jo automatikisht dalin edhe i vilifikojnë, domethënë i thonë ju jeni kështu, ju jeni ashtu, e kupton? Okej, mbajnë opinionin për veten e tyre, kur i jepet rasti e shprehin. E ke parasysh kurse ne kemi atë që do të gjejmë ato të kundërshtojmë. Është ai shpirti sidomos në social media, për shembull, është një gjë jashtëzakonisht shumë e dëmshme për Shqipërinë, domethënë. Ore ti mund të diskutosh vetëm një gjë, unë mund të them tash ku dëgjon valla. Duhet të jetojmë gjithë mirë. Edhe pse ata mendojnë njësoj me mua, vetëm për faktin që po e them unë dhe po e them në video, domethënë që jo. Kush je ti? Dole ti të na thosh nesër çfarë do bëjmë. Ke parasysh? Është nuk ne ashtu si e mendoj unë këtë që nuk
deri diku nuk jo se nuk pajtojmë me mendimin e tjetrit, po nuk duam t'ja respektojmë mendimin. Jemi të dobët, plak. Jemi të dobët ne sepse ne kemi frikë që nëse e lëm tjetrin të flasë, të shprehë mendimin, kemi frikë se mos mendimi i atij është më i mirë se mendimi im, edhe po ishte mendimi i atij më i mirë, atë dalë ai mbaj të dalë unë. Kjo është një gjë që është tejet primitive, domethënë kjo është si ata mint në koshere, domethënë, që kush të hajë djathin. Por sikur harojnë domethënë që vetëm në momentin që bëhen bashkë atëherë mund nxjerrin produktin. Po që shikon, kjo shpresoj të vi me kohën, domethënë, se gjithsesi fenomen domethënë ka kohën e vet që merr për të realizuar, për të ndryshuar etj. Edhe ky mentalitet dalet se kemi qenë gjatë ato vite, edhe pak do, edhe një 10 vite do na duhen të shohim një ndryshim të madh, e kupton. Ne të dy për shembull para 40 vjeç në ndryshim zë shohim. Jo. Po shpresojmë kur vëm 40, 40 ca, aty do ishte mirë domethënë të shihnim një ndryshim thelbësisht në mentalitet. Po dhe unë po kthehemi edhe një herë aty te Elbasani. E kupton që ne nuk arrim do të bëhemi dy vetave që të mblidhen ata dhe atje, dhe ata që protestojnë gjysmit janë kundra njëri tjetrit ose të shumtit. Pikërisht. Dhe aty fillon që nuk ecën dot përpara. Po se duhet të mësohet një njeri me pjesën që nuk e di, të marrim bëjmë një paralelizëm të vogël, domethënë se si shpjegohet më thjesht. Dëgjoni valla tani, nëse ti do të hash fasule dhe unë dua ta ham thjerza vllai, në momentin që ne nuk kemi zgjidhje, në momentin që zgjidhja është do ham apo s'do ham fare, duhet ta lëj preferencën jashtë robe, thoj që okay, ta ham një herë, edhe mbasi të jemi ngrënë për herën tjetër shohim pastaj. Ti bëj tënde, unë të bëj timen. Këtë e kemi të pamundur ne si shqiptarë, domethënë ta bëjmë direkt në fillim. Ta hash edhe ti thjerza siç ha unë. Pikërisht, që kjo është negative domethënë se ata vërtet mund të jenë të gjithë të shpërndarë secili ka interesin e vet. Por kjo është një gjë që është në benefitin e të gjithëve. Po, sepse do t'i shërbej dhe brezave në vazhdim. Pikërisht edhe kjo nuk duhet duhet të filloj edhe të përqafohet, domethënë. Që fatkeqësisht nuk më ndodh. Edhe brezat e rinj nuk është se janë aq mendje hapur. Edhe fëmijët edhe adoleshentët dhe gjimnazistët, domethënë. Jo se un kam qenë mirë, nuk kam qenë as pak më mirë, kupton, po që me ndryshimin e kohës, me kalimin e viteve, se u bë dhe 10 vite që kur kam qenë gjimnazist unë. Po. Duhet të fillojnë të ndryshojnë që kryema. Ta kanë shumë më shumë kontakt se ne se sa kishim ne me botën jashtë. Shumë herë programe, shumë podcaster, shumë intervista, shumë emisione, shumë ku i gjon lloj show-i valla. Ne nuk kishim internet atë ti. E ke parasysh tash? Nuk kishte internet, do të hapni në YouTube, s'dinje të hapni, nuk dije nga të vërtetshme. Ç'a të shqetëson më shumë plak për sa i përket Shqipërisë? Do të tre gjëra më thuaj, që të shqetësojmë shumë. Ta themi troç fare. Po troç fare. Tull. Troç fare, mua më duket vëlla që mendimi tim, mos po. Tani timin e kam vetëm. Që sa vjen shtohet ignorancave. Vetëm shtohet, nuk e di pse. Edhe unë shikoj, si ishte ti, ne kemi qenë gjimnazista. Po nuk kemi qenë në këtë farë degradimi për deri diku. Që shoqëria sa vjen dhe shkon drejt degradimi. Në çdo lloj aspekti, në çdo lloj. Për shembull. Për shembull, po s'punon njëri. E kjo degradim është. Është pikë shumë e fortë. Gjinje 15 vjeçar, 16 vjeçar që bën një punë. Që ore që i ka gjërat, 2 gjëra në shtëpi, po prap bën një punë, sa ka mundësi. 100.000 lekë, 200.000 çfarë ka? Që bën diçka. Jo, unë gjitha të mirat i kam pasur, unë shpinë kam pasur plot, po unë kam punuar. Që bën diçka. E kupton? Apo që ku ta diu me ore që debaton për një temë të caktuar, jo vetëm me sharje, me ofendime. Kjo është direkt, nuk ka argument tjetri të shan, të ofendon. Kjo është kjo më duket të dalbe se
as edhe para 200 vjetësh E kemi atë, e kemi, shiko. Ajo është vërtet pasqyra e drejt për drejt i ignorancës shqiptare, domethënë. E ke parasysh ajo pjesa që në momentin e parë që s'keni zgjidhje tjetër, të bëfsha këtë, të bëfsha atë, ti e kështu, ti ja ashtu, bëre ti, su bëre ti, e kupton këtë gjëra. Po Mahamudja domethënë që ose Mahamudja, ure shpresoj, e thon Troç, shpresoj domethënë që me kalimin e kohës, duke i parë dhe se si reagojnë njerëzit e tjerë për jashta, mbase reagon, po duke i hedhur sy domethënë që qa materiali konsumojmë ne dhe kujt i japim ne, domethënë dhe nga kush dëgjojmë ne, edhe nga qa vjen nga jashtë, këto më këllirat man. Dhe janë 200 gjëra që mund të jenë nga shtetet e huaja që janë të mira, ne qa marrim Love Island. Ja, këtë bëjmë. Dole tamam në temë. Tashi, kjo. Nuk merrem me këta që kanë fëmijë, unë s'kam. Këta që i kanë fëmijë, pse nuk merren me fëmijët, me edukimin e fëmijëve? Nuk i intereson njeriu, e intereson e bera kam 2, kam 3 çën si ka sa. Ta janë aty kanë të anë të pinë. Kjo është ajo, sikur jemi në skalitjen e gurit akoma. Kejnë cop mish aty nga gjuetia e hengre, unë gope. Edukimet, nuk merren njeriu me edukimin e fëmijës. Të ti. Jo se nuk merren të gjithë, ka edhe njerëz që nuk po flasim për ato tash, po. Po në pjesa më e madhe, pjesa dërmuese nuk merren. Ore, po e ke menduar ndonjëherë për shkakun që nuk merren sepse nuk kanë çfarë të japin? Po mire, po ajo trashëgohet vazhdon brez mbas brezi. Bën vaki? Unë mendoj, shiko, ne kemi, kjo është problemi, është zakonisht shumë i madh për shkakun, e ke parasysh, edhe kjo vazhdon brez pas brezi dhe mënyra mendimit shqiptar është okay, nëse unë po ja plotsoj kush ka të hajë të pi të vishet edhe nuk po mbërllin. Në të ndimër është edhe aq. Edhe pastaj ndodhen ato që ndodhin, si ato fatkeqësitë e ndryshme që e morën atë shketën e përdhunuan atje. E ke parasysh. Unë mundohem që mos t'i cek shumë këto tema se nuk më pëlqejnë, domethënë se gjithmonë reagohet keq në individi, po fajin përveç atyre individëve që i kishin bërë atë gjest të fliqur, domethënë që nuk e di a kanë motra, a kanë mama, a kanë kushërira vet, a kanë gra vet, a të dashura. Përveç atyre është pjesa e familjes që ka faj. E ke parasysh si që është probabiliteti që një njeri të bëj një akt aq të tmerrshëm dhe aq makabër, domethënë, në qoftë se gjitur mirë është jashtëzakonisht shumë e urë. Në Shqipëri, domethënë, i sjellin kushtet, i blen një makinë në biri mamit, keqen unë, bëfsha unë, çfarë lloj gjë të bësh ti, s'ka gjë se e rregullojmë ne, se ti e biri im, do t'i jap unë të gjithë aty, e si kishte e vajtur, se unë nuk dua të përfshihem se edhe merak në çikan vet, po që edhe ama e një nga individëve atje do kishte bërë presione. Ajo në emergjencë, ajo duke i bërë presione, jo mos fol ti se është djalime, po u bëre kështu do bëhet ashtu do bëhet kështu. Kupton çfarë ku jetojnë? Në vend që e ama e atë individi të vinte ta vizitonte, ti thoshte të kërkoj 100 herë të falur, kam dështuar si prind që ai ka bërë atë lloj veprimi, unë të kam marrë jetën time se je femër vetë valla. Kjo më ikën zari fare mua, e ke parasysh? Tani ti je femër vetë, po të kishë përdhunuar ty. Më përpara, ta kishë shkatëruar gjithë jetën. Ti ishte çupa tënde? Po ti ishte çupa tënde. Po, e kupton si mund të vesh të kërcënosh tash një mos fol se është djalim. Unë nuk e kuptoj domethënë, ore, kaq të trash pas kemi qenë ne urit. Po kjo është absurde, kjo vetëm në për filma ndodh valla. Unë thosha vetëm ato filmat e ke parasysh të mafisë italiane në Amerikë. Atëherë ndodhin vinë ai në spital i thoshte mos fol ti se e ke parasysh. Po. Ç'a bëni? Po ka shturp kjo bu. Shturp kjo. Shumë turp madje. Nuk e di. Po kjo po jemi prap në ajo që kanë 2 leka, kanë 2 miq edhe vazhdon ajo, ja ligji ja maliqi, këta i kanë të dyja. Mirë fukaraj, mirë ai që nuk ka krah dhe vazhdon kjo, mbas 10 vjetësh do dalin disa të tjerë si punë këtyre apo do shtohen.
Jo, shiko, nëse drejtësia nuk vjen, domethënë, nëse individët e tillë nuk dënohen, këto gjëra dështohen, e kupton, se normalisht ai nëse diçka nuk dënohet, e thjesht është iniciativa, thjesht është ai thjesht nuk mund të jetë njëri i keq, një nesër pas nesër. Mund të jetë thjesht ignorant. Mund të jetë një mashkull që nuk di vëlla. E ke parasysh, është ignorant vëlla në kulm, e kupton, ashtu di ai. E jep. E forcon veten atje, edhe po nëse ai do shikoj që shife se diçka e tillë u bë më madhe, u dënua, dalë se këto mendime që un pas kanë mbase nuk janë aq të mbase nuk janë aq të duhura, se shikoj këtë ti vajte në burg për atë. Mbase ka diçka që nuk shkon me mua. Mbase un duhet të kthehem çika vetja ime. Po këta persona hynë dhe dalin domethënë nga dita në ditë. Virë, s'pas ka gjë ai. Në rregull. Ai duket sikur është legale ndonjëherë. E ke parasysh? Po janë shumë ti ta them unë se këtë po diskutoj një ditë me babain tim, ishin këtu për vizitë. Po. Edhe po diskutonim ndore, i thash si ka mundësi se çdo gjë jo nuk e zhduk korrupsionin populli më thoshte mua. E zhduk, po populli. Po më i thash tash ti dakord. Jo ligji jo, po çfarë ligji tash do t'i futesh 700 ka 3 milion banor Shqipëria, 2 milionë e gjysmë t'i futim në burg, çfarë bën këta 500.000? Të mbeten. Ata nuk i mbajnë dot këta 2 milionë e gjysmë. Njeriu duhet të ndërgjegjësohet vetë valla, duhet të ndërgjegjësohet. Që ore, se do ta marr unë këtë 2000 lekë sot? Të gënjem unë me këtë 2000 lekë apo me 200.000 apo me sado që të jenë. Shiko, ne e duam atë. Pavarësisht, shiko, kanë shumica e njerëzve në Shqipëri që ankojnë që ka korrupsion. Janë të korruptuar vetë. Janë të korruptuar vetë dhe janë pjesë. Ata qahen, domethënë që pse ky mjeku më mori lek ose ky do lek ose ai do lek. Po kur vjen atje dhe shikojnë që ka radhë, pak thonë hajde, se s'pres zotën radhën ose po jam kushuriri ati unë, a ke parasysh, hajde më mbaron çik mua punë. Byroja politike si në kohë. Si nuk është se ka ndryshuar në 30 vjet, nuk ka ndryshuar, se ne nuk e kemi jetuar, po ç'kemi dëgjuar. Është e njëjta situatë, nuk ka ndryshuar. Absolutisht. Me 2 pula hyn atëre në punë, tash hyn me 20.000 euro në punë. Thjesht çmimi ka ndryshuar. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Ne e duam të gjë si popull, fatkeqësisht nuk e kemi kuptuar akoma, domethënë që korrupsioni jo vetëm dëmton xhepin, domethënë, por të dëmton integritetin, të dëmton njësinë mendore, dëmton shoqërinë, dëmton atë tjetrin që është duke pritur aty. Ai do ta merrte shërbimin më përpara se sa pikërisht të bën të varur një, po që ti po dëmton atë tjetrin. Ti aty je një njerëz që je shkëputur nga realiteti, domethënë, sepse nëse ti vetëm në një merr një shërbim që ai tjetri ka 2 orë që pret, po ti jep 10.000 lekë apo 20.000 lekë e merr përpara, ti ja nxin jetën atij tjetrit. E ke parasysh? Edhe ai jo vetëm që do ketë natë shtetin, që është shteti korruptuar, po do të ketë natë ty, se ti e korruptove. Puna e kempeve. Puna e kempeve është kthyer. 70% e njerëzve që marrin kemp nuk ju takon kemp. Atyre që ju takon nuk e marrin. Jo po e ka fajin ai që ma vuri vulën. Ore po ti vajte aty i the, na 1 milion këtu, ma ver vulën mua të marr kemp për 10 vjet. Nuk erdhi ai te ty. Tha dy ose duhet një kemp ty tash. Ti vajte i the aty. Domethënë ti e imponove edhe ai ka gabim ore që ta dha vulën. Ama ti je nismëtari i kësaj gjëje. Po. E normalisht edhe kur atyre që i duhet pasaj që kanë vërtet probleme të rrënjësishme, mbase si kanë mjaftueshëm lekët edhe ata se marrin dot. Aty që i vërtet i duhet i jep 200.000 lekë sa për t'i zënë syt, ky tjetër merr 1 milion e gjysmë kem kot. Se sa i lander fshinte. Fshinte o borrin, po e kam fjalën. Aha, okay. Pastaj kishte kem 1 milion e gjysmë në Shqipëri domethënë. Po ja 600.000 duhet jetë plus makinën pa letra që e këtë në shtet, ta paguan, jo shofer, jo. Ka gjera domethënë. Po ti po hyre si familje, nga 300.000 i bere 1 milion 3 veta. Ja dole prapë, edhe 2 shofera 1 milion e gjysmë. Është keq.
Është Do gjë goxha e keq. kjo më vret unë shkullisht e kokës se s'kam asnjë çime, kupton? Dhe ata më bën. Se impossible ta marrësh ti camping, që ty s'të takon fare, nuk je, ti je jaftë, me çfarë syje faqet, se kuptoj. Që si i rrej ajo mendja, apo si ja bën zemra. Ku diun? Se mendojnë fare, plak. Nuk e mendojnë fare. S'mamën ja se e mendojnë, kupton? Ata thonë që kjo është një gjë që unë mund ta përdor. Edhe nuk e mendon fare, domethënë, se ç'është ai. Nuk e mendojnë ata në prizmin e madh, domethënë. Shikoj vetëm atë gojën e tyre për momentin edhe e lën me aq. E lën me aq. To janë ato gjëra që të bëjnë pastaj ti ikësh e mos vesh njërin kaq kohë, kështu shikoni ç'a bëhet. Vjen prap. Se Që mos ta zgjasim e shumë fare do kthehesh ndonjëherë plak? si të kthehemi për të jetuar thotë? Po nëse kur dal në pension edhe mund të kthehemi më. Kur dal në pension. Si dihet, tash nuk e di çfarë ndodh mas 30-40 vjet. Se unë duaj 37 vjet dal në pension. Po, unë dua 40. E më mirë, e kupton, nuk e di çfarë bën pas 40 vitesh. Unë me dëshirë kam, po që Po shikoj, nëse është në këtë gjendje, do vesh ti me ato 2 leka që ke mbledhur për shembull gjatë këtyre viteve. po. Ata do të hanë dy si hienat, sa ti mbarojnë ato lekat. Edhe ti do ngelesh prap zero, pastaj nuk do t'i interesosh me njeriu se plak do jesh. Shërbime të duhen, leka s'ke. Aha. Je thjesht kështu, si themi, liability I pa dobishëm më. I pa dobishëm, je pengesë. Je pengesë. Fatkesi plak. Po se di po ja po shpresojmë pra. Po shpresojmë që po ja njerëz si ti edhe si të tjerë që unë kam pasur, domethënë meqense edhe ti e ke qefin domethënë të ndryshosh veten e të bëhesh më i mirë, të bëhesh më i ditur dhe të arrish më shumë mbase do arrim të krijojmë një farë lloje stresi të tillë, domethënë që e ke parasysh në mos ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa, ta bëjmë të paktën një cep të Evropës apo por. Se lam na këto vite. Nuk bëhet, ditë se nuk bëhet, çamë, ta them unë. A u munduan këta para 100 vitësh ta shkrimtarët që shkruanin e bënin e poema e... Në munduan. U munduan. I ekzekutuan të tërë. I hoqën. Sa u zhduken në emigrim që në atë kohë dhe të tjerët mbaroj. Ajo, qeveria e Fanulit. Pra. E kupton, u munduan njëra, u mblodhën 30-40 burra, tamam, burra me fjalë, jo kështu kot. Me vepra, u mblodhën, rezistuan 6 muaj, u shfarosën. S'kemi shpresë në të thuashi? Nuk kemi shpresë atë. Pse ka ishtë negativ? Tani më surprizove fare. Nuk jam se ne, po ja lem kohës, ja lem kohës. Unë do mundohem për mirë, gjithmonë, që të bëj diçka. Po them se nuk do ketë, mund të ketë një produktivitet me 2-3%. Ndërkohë që mund të jetë produktiviteti me 70-80%. Marrësh. Se ti, mund të ketë njerëz shembull që shkruajnë siç ka shkruar Ndremida apo Gjergj Fishta apo ku ta di unë. Kush sot për shembull. Se di s'mamën ja plak. Nuk mamën. Unë nuk jam Robin, nuk jam njeriu më i lexuar. Asu në. Po që mamëndja se do i kishim dëgjuar nëse do kishte. Do kishte dal njëri që të nxirrte një diçka, në mos njëri do ta kishte zbuluar, do ta kishte dëgjuar. Sado që mos njihet ai person. Është ja vlen për të diskutuar. Ja vlen për të diskutuar. Patjetër. Mirë, pra miku im unë të falenderoj që ishte këtu me mua. Edhe u kënaqa. Ishte surprizova dhe u kënaqa domethënë. Ishte kënaqësi dhe unë të falenderoj që ti u tregove i gatshëm. Mbase bëjmë ndonjëherë tjetër prap në një bisedë
Patjetër. Edhe pse ishim të papërgatitur, shpresoj që ke dalë diçka e mirë dhe të jemi kënaqur. Podcast jemi gjatë gjithë kohës të papërgatitur. Njerëzimi kur lindje i papërgatitur për jetën, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Jo, në kuptimin që asu nuk të njoh personalisht, as ti nuk më njeh personalisht. Kjo është diçka që është shumë pozitive në këtë gjë që del kështu. Po, diskutova çka ka, herën tjetër mund të bëjmë, mund të na bashkohesh në Twitter Space që ne bëjmë që të debatojmë, domethënë se goxha kapacitet ke, edhe flasim për gjëra, ne bëjmë hapësirën publike, që është rubrika tjetër, që se ke vënë re. Edhe hapësira publike, ndryshe nga podcasti, regjistrohet live në Twitter Space. Që futen njerëzit që flasin atje janë njerëz real, si unë, si ti, si tjetri, që as nuk dalin as me fytyrë as me gjë, thjesht debatojmë për gjërat që aty i duken të rëndësishme domethënë dhe ne bëjmë tema të ndryshme. Ma dërgoj një email edhe ta shikoj unë atë. Patjetër. Edhe kjo vlen edhe për juve që dëgjoni, domethënë në hapësirë publike, prandaj quhet hapësirë publike sepse është e hapur për gjithë publikun që mund të vijë gjithë secili edhe mund të thojë pjesën e tij nëse ka diçka për të thënë. Për juve që po dëgjoni të episod në Spotify dhe në YouTube etj, dijeni se ky episod ka dalë shumë kohë më përpara, por ka dalë në Patreon dhe YouTube membership se e ke parasysh na duhet edhe ne ndonjë gjë që të paguajmë ndaj mikrofon, ndaj lesh, ndaj dreq, ndaj shejtan, e ke parasysh. Edhe më rëndësishme pasaj për te shakave është që juve të dëgjoni podcastin, ta shpërndani miqtë tuaj, të bëni like, komente, na jepni kritika, na jepni mendimet tuaja se siç edhe Bushi ka komentuar, edhe ja ku jemi sot, duke folur, duke ndarë mendimet me njëri tjetrin, e do jemi në një herë tjetër duke diskutuar dhe tematika të tjera, kështu që çdo lloj inputi, çdo lloj fjali, çdo lloj komenti që juve jepni ka rëndësinë e vet, kështu që mos nguroni, mos jeni të turpshëm, jepeni pjesën tuaj dhe tregojani miqve tuaj nëse ju ka pëlqyer. Deri atëherë, unë ju përshëndes gjithë. Ushi. Gjithë mirat miku im. Respekte vëlla, gjithë mirat. Respekte. Ciao. Ciao. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast.